Gjatë rinumërimit nuk ka pas asnjë vërejtje pas shpalljes së rezultatit. Palët, subjekte politike, kandidatët kanë të drejtë ankese në PZAP brenda 48 orë. Nuk bëjmë shkelje ligjore, a është kështu? Dhe nëse ka ndonjë shkelje, nëse dikush mendon, mund t'i drejtohet PZAP-s me. Atë rezultati i dal nga zgjedhjet parlamentare të 28 vjetorit 2025 është si një vijim. Lëvizja vetëvendosje 51.10%, Partia Demokratike e Kosovës 20.19%, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5.50%, Srpska Lista 4.49%, Nisma Socialdemokrate 1.59%. Drejtën nuk ja u hupim askujt për parashtrimin e ankesave lidhur me rinumërimin edhe me shpalljen e rezultatit. Andaj kjo është qëndrimi im, drejtën e natyrisht edhe gjatë rinumërimit nuk ka pas asnjë vërejtje nga asnjë vëzhgues lidhur me procesin e rinumërimit, edhe nëse e shikojmë a do të ketë drejt ankese, ankesat parashtrohen nga 48 orë nga shkelja e supozuar. Tashmë i tërë procesi i rinumërimit ka zgjatë 18 ditë, dhe kanë mbetur vetëm edhe 2 ditë e kaluara për që mund të parashtroj dikush ankesë, por që asnjë vërejtje gjatë tërë këtij procesi të rinumërimit nuk është jep. Po ashtu, keni parasysh që nëse prolongojmë ende shpalljen e rezultatit, shumë procese shtyhen më vonë, do të thotë që nuk mund të arrijmë disa afate. Por nuk është që ne e mohojmë drejtën e ankesës, për shkak se pas shpalljes së rezultatit, palët, subjekte politike, kandidatët kanë të drejtë ankese në PZAP brenda 48 orë. Nëse ne sot i shpallim rezultatet përfundimtare, nuk bëjmë shkelje ligjore, a është kështu? Sipas meje jo. Sipas meje jo. Zyra ligjore nuk e kam pyetur për këtë, zyra ligjore i ka punë të veta. Nuk ka shkelje në këtë procedurë, në shpallje të rezultateve. Pra dhe nëse ka ndonjë shkelje, nëse dikush mendon, mund t'i drejtohet PZAP-s me ndonjë ankesë lidhur me këtë. Nuk jemi të gjithdijshëm këtu, por unë konsideroj që nuk jemi duke ja shkel drejtën ankimore asnjë kandidati apo subjekti politik me shpalljen e rezultatit sot.